Roskoveci u kthye në ditën e trashëgimisë kulturore në një skenë të gjallë feste ku folklori dhe tradita u ringjallën me gjithë hijeshinë e tyre. Në kuadër të projektit Rifolk, Rinia promovon folklorin dhe traditën në Roskovec, i mbështetur nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacion. U organizua një aktivitet unik që solli para publikut improvizimin e një dasme muzikare. Sheshi Memorial u mbush me tinguj kaba, këngë valle popullore, ndërsa dhjetra të rinj e të moshuar u bën pjesë të festës. Atmosfera ishte e gjallëruar nga çdo element i kësaj tradite: oda muzikare, ceremonia e pajës, përgatitja e bukës, stolisja e dhëndrit dhe natyrisht vallja dyshe e burrave që ndezi duartrokitje të forta në publik. Momentet më emocionuese ishin përcjellja e nuses e shoqëruar me këngë dhe rituale të vjetra që sollën nostalgji tek të moshuarit dhe kureshtje tek brezi i ri. Muzika popullore, tingujt e klarinetës dhe ritet karakteristike e shëndëruan sheshin në një arenë ku tradita u jetësua si dikur. Për kryebashkiaken Majlinda Bufi, ky aktivitet i zhvilluar në kuadër të javës europiane të trashëgimisë kulturore tregoi se Roskoveci mbetet një vatër e pasur e kulturës popullore dhe se angazhimi i të rinjve është çelësi për ta mbajtur këtë trashëgimi të gjallë, teksa ka theksuar se erisia e këtij aktiviteti është prezantimi i kostumografisë roskovecare e miratuar së fundmi me vendim të Këshillit Bashkiak, ku është pasuruar me elementet më të bukur të zonës. Që ne në Roskovec zhvillojmë këtë aktivitet kaq të bukur, në fakt që ka të bëjë me trashëgiminë e vlerave kulturore dhe artistike që ne kemi si zonë, dhe ajo që e bën më të bukur dhe interesante është fakti që në thelb ka një grup të rinj, vajza dhe djem, të cilët për muaj me radhë janë trajnuar përmes një projekti të cilin ne kemi fituar nga Ministria e Kulturës me mbështetjen e plot të kësaj ministrie, dhe i ka të bëjë me pikërisht me krijimin e një, po themi, grupi vajzash dhe djem të cilët do të performojnë muzikën folk si në këngë, ashtu edhe në kërcim, për të prezantuar dhe përfaqësuar Roskovecin, muzikën roskovecare dhe muzikën muzikare, jo vetëm brenda Roskovecit, por edhe jashtë Roskovecit në çdo aktivitet të nivelit kombëtar që do të zhvillohet. Siç e shikoni në krahët e mi janë edhe, po themi, një vajzë e një djalë që kanë veshur kostumet popullore, dhe ajo që është më interesante dhe risia është që në Roskovec, me vendim të Këshillit të Bashkisë, me punën që ka bërë një komision i tërë i ngritur, i dedikuar, ne kemi arritur që të krijojmë kostumografinë roskovecare me bazë elementët, po themi, më të mirë dhe më të bukur që Roskoveci ka për sa i takon bukurive natyrore, por edhe bukurive dhe atyre elementeve të trashëgimisë kulturore. Ndërkohë, pjesëtari i grupit të Roskovecit, Harilla Goga, pohon se tradita e dasmës është zbehur, ndaj duhet trashëguar te brezi i ri për të mos humbur këtë pasuri të çmuar të trashëgimisë kulturore. Unë kam filluar të këndoj këngë tradicionale shqiptare, muzikare të zonës tonë, që në fëmijërinë time, që në moshën e fëmijërisë, më them, për periudhën e adoleshencës, por jo vetëm këngë popullore, tabani popullor, unë jam këngëtar amator i gjithë treva muzikore, ndash këngës muzikë lehtë që kemi promovuar dikur aty. Në shumë dasma, bile, sa dasma kanë qenë në Roskovec, kur bërgjë 70 dasma, në 70 dasma kanë vajte, kanë kënduar dhe kësuar. Si është trendi dasmave këto në Roskovec? Ka një zbeje apo fion? Normalisht ka zbeje, po të nisë me do kohët e parat e tonë, ka qenë një traditë shumë e bukur, shumë e bukur, edhe çdo qytetar ose çdo vinte në dasëm në mënyrë tradicionale, mirë çdo njeri mirë këngë më radh. Fillimi i këtij improvizimi është për ta trashëguar brezat, për t'ia dhënë brezave këtë këngë shumë të bukur, muzikare ose tabanit ton muzikar, e që mos të mbasin vlerat e saj. Dasma roskovecare synon të kthehet në traditë të përvitshëm për të mbajtur gjallë traditat e zonës të trashëguara ndër breza.